A e dini se në shekullin 14 Prishtina ishte një nga qendrat më të rëndësishme diplomatike në të gjithë Evropën juglindore. Jo vetëm një qytet tregtar, por një vatër diplomatësh që përfaqësonin shtete të huaja në zemër të Kosovës. Që nga fillimi i shekullit të 14 Prishtina e vendosur midis qendrave minerare si Novobrda, Janjeva e Trepça njohu një zhvillim të jashtëzakonshëm. Pasuria që vinte nga metalet e çmuara e bëri ato një qendër të fuqishme tregtare dhe diplomatike. Në vitin 1396, Republika e Raguzës, që sot njihet si Dubrovniku, vendosi të zhvendoste selinë e saj konsullore nga Prizreni në Novobrd, duke përfshirë edhe Prishtinën. Ky vendim kishte një qëllim të qartë: mbrojtjen e tregtarëve dhe qytetarëve raguzian nga sulmet që ndodhnin në këto anë. Konsulli i Prishtinës, Sër Françuz de Bazilo, i shoqëruar nga dy gjykatës, kishte për detyrë të mbronte jo vetëm pronën e qytetarëve të Raguzës, por edhe të atyre me origjinë shqiptare që gëzonin të drejtën e shtetësisë raguziane. Kështu në fund të shekullit 14 Prishtina nuk ishte thjesht një qytet ballkanik, por një urr që lidhte botën shqiptare me diplomacinë mesdhetare, një qendër ku takoheshin tregtia, pasuria dhe politika. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind.